Ju përshëndesim zonja dhe zotrinj, ju ftojmë të na ndiqni, do të zhvillojmë një bisedë në studio me Ilir Allkja, mjek, mirë se vini. Mirë se u gjej, faleminderit për ftesën. Doktor, ju kam parë aktiv edhe juve mjaft, si në çdo protestë tjetër, edhe në protestën për një Shqipëri që nuk është në shitje, janë hapur shumë petë byrekësh aty, skaner, EKG dhe çdo analizë tjetër që fatkeqësisht nuk mund të kryhet dot të gjitha në institucionet tona shëndetësore i ka bërë ajo protesta fal komunikimeve të lira të qytetarëve, duke sjellë në vëmendje publike shumë problematika dhe shqetësime të tyre. Po, natyrisht edhe gazetar të veçantë, në këtë rast zoti Stafa, për atë komunikimin e fundit që bënte Qendra Spitalore Universitare Nën Tereza për donacione, për pajisje mjekësore, ndërkohë që miliona nga fondi i emergjencës shkonin për koncerte private. Të qenit mjek të bën të jesh më afër me njerëzit. Po e nis nga një edhe me sistemin shëndetësor. Po, edhe me sistemin do e mos, po me njerëzit që janë konsumatorët e shërbimit. Po e nis disi larg, domethënë unë hera herës kam ndeshur në pyetje që i bën njerëz të punësuar në shtet me poste të caktuara që thonë, o doktor, po ne kemi mjekësit përparuar, si ka mundësi që kjo nuk zgjidhet në spitalet tona, nuk shërohet kjo diagnozë, nuk bëhet kjo operacion, nuk zgjidhen çështjet e kësaj sëmundje ose nuk kryen këto ekzaminime. Dhe i përgjigje me një kundërpyetje. Ti beson se në një mjekësi të zhvilluar, në një sistem mjekësor të zhvilluar këto do ekzistonin? Ti beson në propagandën, sepse është gjë tjetër propaganda dhe është gjë tjetër realiteti. Unë po të gjithë ndeshin shpesh në rrjetet sociale kërkesa për GoFund, për të smur rënd të cilët kërkojnë fonde nga publiku për të trajtuar sëmundjen e tyre që shpesh herë është fatale. Kjo në një sistem shëndetësor normal, nuk po them shumë të zhvilluar, siç e ka Franca, Gjermania, Zvicra e vende të tjera të BE-s. Mund dalemi vetëm në Kosovë, doktor Allkja, që referuar edhe përvojave, eksperiencave që kemi me familjar tanë të sëmur. Për shumë, petë skaneri në Kosovë nuk është një luks i madh, është një pajisje normale ekzaminimi. Në dijenin time nuk ekziston fare. Pajisja PET scan është një pajisje normale ekzaminimi. Dhe shqiptarët, për gjithë shqiptarët që besojnë në sistemin publik, që paguajnë kontributet për ta patur këtë shërbim, nuk e kanë. Shkojnë tek privati dhe paguajnë mbi 1.500 euro për një ekzaminim të tillë. Dhe kjo është drithëruese, kjo është uluritse. Jo çdo qytetar ka mundësinë ekonomike sepse jo çdo qytetar ka mundësinë ekonomike. Një pjesë e tyre marrin para borxh dhe fatkeqësisht ikin me borxhe nga kjo botë për të kryer ekzaminime të cilat duhet t'i merrnin falas. Përse falas? Sepse të gjithë punësuarit para ju është premtuar pavarësisht kontributeve që paguajnë. Por këtu ka një çështje ligjore që askush nuk flet për këtë. Kushdo që paguan sigurim shëndetësor ka të drejtën e tij të lishme që të marrë mbrapsht në rast nevoje kundra vlerën e asaj që paguan. Dhe kundër vlera është shërbimi. Që në fakt duhet të funksionojë edhe me zgjedhjen e lirë të operatorit ku ky person që ka nevojë ta marrë këtë shërbim dhe shteti t'i jap parat. Domthonë mund të dojë ta bëjë në X spital në privat,
por shteti duhet në këtë rast ta rimbursoj, kurse shteti përveç që nuk e siguron vetë në spitalet e veta, sepse e kam përsëritur, e kam thënë edhe në mikrofonin e protestës, që janë pajisje jetë shpëtuese, diagnostikuese bazike, të cilat në inventarin e spitalet të shtetit nuk funksionojnë. Nuk funksionojnë. Tani, kthehemi tek kërkesa e qendrës më të madhe spitalore të Shqipërisë. Qendra spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë. Që kërkonte donacione dhe pastaj pas publikimit u fshi në fakt nga... Kjo është një skandal më vete dhe nxjerr në pa rënien e sistemit ton shëndetësor, nxjerr në pa mos funksionimin Dhe çfarë është shqetësuese Allkja kur paska domosdoshmëri për donacione qendra më e madhe spitalore universitare në vend, çfarë ndodh pastaj me spitalet rajonale, nëse mund t'i quajmë spitale? Atëherë, të qëndrojmë tek kërkesa e qësutës. Kjo tregon për një rënje të sistemit. Tregon që sistemi shëndetësor nuk është efektiv, që kontributet të cilat paguhen nuk shkojnë në vendin e duhur, shkojnë për koncesione korruptive, tregojnë që sistemi shëndetësor është i nënfinancuar, do të thotë që shteti nuk e ka përparësi shëndetin e njerëzve dhe në anën tjetër, kur kjo që është qendra më e madhe spitalore ka mangësi të tilla, deri në kompjutera, printera, pajisje që bëjnë edhe nga 5 euro, nga 50 euro, janë deri tek shiringat. Palesi është gjendja në spitalet tjera, do thot dikush. Spitalet tjera, në Shqipëri, ato që ishin spitale bashkiake janë kthyer në qendra shëndetësore ose në spitale ditore. Në një pjesë të mirë të tyre mungojnë specialistët, spitalet rajonale gjithsesi mbeten në hall, përderisa qendra më e madhe spitalore universitare është në hall, këto tjera me rregull treshi, kuptoje se si janë. Ne gjithë jemi kontribues në skemën e sigurime shëndetësore. Ne paguajmë në mënyrë direkte para që këto spitale të jenë të mirë pajisura, qoftë me medikamentet jetë shpëtuese, të cilat mungojnë, dhe janë mungesa që nuk është se po akuzoj unë që mungojnë. Vetë Ministri i Arsimit ka thënë që në spitalin onkologjik e shëndetësisë, Ministri i Shëndetësisë. Po. Ministri i Shëndetësisë ka thënë që në spitalin onkologjik mungojnë preparatet dhe do të jenë deri në fund të plotësohen. E thot edhe raporti i kontrollit lartë shtetit, po qytetarët e shohin. E thot raporti i kontrollit, jo, po them në këtë që është kur e deklaron vetë ministrja. Vetë ministrja thot 10 ditët e fundit nuk bën ekzaminime laboratorike në qendra spitalore universitare. Do të thotë që 10 ditë aty pacientëve nuk i shërbehet, sepse ekzaminimet provojnë ecurinë e trajtimit, provojnë gjendjen aktuale të pacientit me anë të parametrave që maten nëpërmjet ekzaminimit dhe na orientojnë se si po shkon shëndeti i pacientit dhe kur këto nuk kryen, si do ta kuptosh? Si do ta kuptosh? Dhe bashkëngjitur këtyre doktor përpos pajisjeve, medikamentet që her pas here kanë dalë lajme që bëjnë një bum mediatik 2-3 ditë dhe pastaj zhduken nga qarkullimi, ilaçe nga Bangladeshi vetëm me firmën
ministrisë, pa analiza, ndërkohë kemi edhe numrin më të vogël të mjekëve për banorë. Kthehemi ke fillimin bisedës tonë. Një sistem shëndetësor të përparuar e përcaktojnë disa parametra. Numri mjekëve për banor, që ne e kemi më të ultin në Ballkan, nuk krahasojmë me Evropën, por e kemi shumë më ulët se sa nuk mund të krahasojmë me Greqinë. Greqia është gati ke 5 mjek për 1000 banor. Ne jemi ke 1.2, ndoshta ka shku 1.4, sepse është paksu popullsia, prandaj rritet mjek për 1000 banor. Ndërkohë që Kosova e ka 2.3 mjek për 1000 banor. Dhe Bosnia Hercegovina, Serbia e këto shkojnë gati ke 3.4 deri në 4 mjek për 1000 banor, janë shumë më lartë se ne. Do më thonë, me mjek për banor jemi më pak. Me shtretër spitalor, ne jemi poshtë mesatarës së Ballkanit, nuk mund të krahasojmë me Evropën, me numrin e shtetërës spitalor. Dhe ajo që i veka pakun është financimi. Në Shqipërinë tonë, 2.8% e të ardhurat kombëtare shkojnë për sistemin shëndetësor, ku maksimumi është shënuar në vitin e pandemisë që ka shku më duket 2.98%, do as 3%. Ndërkohë që Kosova, ose du them, mesatarja e Ballkanit është rreth 6%. Madje Serbia e ka mbi 7%. Investimin në shëndetësi, financimin. Një sistem shëndetësor i nënfinancuar dhe një sistem shëndetësor i abuzuar sepse ky financim i ullët, 2.8%, janë varur në qafë koncesione të akuzuara prej vitesh si korruptive dhe që nuk shkojnë në favor të shëndetit të pacientit, të shëndetit publik. Dhe e çuditshmja, doktor, është që edhe kur bëjmë ndryshime në buxhet, gjithmonë duar t'i fusin te shëndetësia dhe te arsimi, nuk i shohim të shkurtojnë fondet e PPP-ve apo lukseve të veta. Sepse kjo kast qeverisëse është e akuzuar për korupcion. Dhe normalisht që me këtë vërtetojnë që i çojnë parat atje ku mund t'i marrin mbrapsh. Ndërsa nëse investojnë tek shëndeti njerëzve, ma se duket nuk kanë nuk ju leverdis kjo, sepse është fare, do thot dikush që kjo është akuzë e rëndë ose është nën financimi i sistemit, çfarë do të thotë? Do të thotë që nuk çmohet, nuk vlerësohet, është fare e thjeshtë. Tjetër, në sistemin arsimor, nëse do financohej, nuk do ishin rezultatet e testit PISA. Nuk do ishin ato rezultate që janë turpëruese. Rezultate që nuk i kanë as vendet që janë në luftë, në konflikt. Kemi dalë aty poshtë Palestinës, poshtë Afganistanit, poshtë vendeve të tjera. Kjo është poshtëruse për që jemi në dyert e Evropës. Jemi në detin Adriatik dhe në detin Jon. Është turpëruese për ne. Ashtu si që është turpërues padyshim fakti që në sistemin shëndetësor publik nuk ka PET scan, nuk ka brakiterapi, nuk ka barna për mjaftueshëm për smurët me tumore të tjerë, dhe nuk kryen analiza pas datës 20 të çdo muaji. Kjo sipas deklaratës së Ministrës së Shëndetësisë. Palesi është e vërteta, kur vetë ministrja që
ndoshta i modifikon disi gjërat e deklaron kaq të zezë situatën. Alkia, po pse nuk ka shumë mjek të shqetësohen për të gjitha këto? Shpesher pyes veten, dhe kjo pyetje nuk është vetëm për mjekët, është edhe për mësuesit, edhe për pedagogët, edhe për çdo profesionist tjetër që duhet ta ketë detyrë ndaj vetes dhe ndaj vendit dhe ndaj familjes që... Mjekët flasin, por flasin mes vetesh, flasin për kafene, në për zyra, normalisht që mjekët janë shqetësuar për këtë, po kështu edhe arsimtarët, por nuk flasin dot publikisht, pasi është ai litari i bukës. Po juve ju hoqën mirë nga puna, Alkia dhe jeni duke folur zërisht. Unë nga që e kam paguar haracin e fjalës së lirë, nuk e kam problem, por çdo i punësuar në shtet, si thua, ka familjen, ka fëmijët, ka kredin, ka gjëra tjera, dhe në momentin që të flakin, dhe këto e kanë vërtetuar me qindra herë këtë gjë që nëse ti kritikon sistemin, nëse nuk duart troket për sukseset e këtyre, të flakin në rrugë. Dhe shumë njerëz zgjedhin konformitetin. Në komunikimin e fundit, për shembull interesant që kishte kryeministri me mjek, doktor, staf mjekësor, nuk i pa shumë entuziast në duart trokitje bluzat e bardha. Nuk është se i ndjek këto takimet e kryeministrit. Normalisht, domethënë, këto i zgjedhin se kush do shkojë aty, megjithatë shpeshherë realiteti është dërmues, është turpërues. Unë nuk më shlyen nga mendja pamjet e vitit 2020, kur sistemi jonë shëndetësor ishte në periudhën e pandemisë, që sistemi jonë shëndetësor ishte në kolaps, dhe jo vetëm joni, u tronditën sisteme shëndetësore të konsoliduara në këtë, dhe një pjesë mjekësh dhe infermierësh duart trokisin ministren. Kjo ishte... Ndërkohë që në vendet të tjera i kthej Kurizi, i kthej shpina, ndodhi në Bruksel, ndodhi në shumë vende të botës që ministri i shëndetësisë nuk guxonte të shkonte në spitale. Nuk guxonte të shkonte. Nërsa tek ne shkojnë dhe prisnin me lule, me duart trokitje. Kjo tregon sa e rëndë është frika, gjendja e frikës në Shqipëri. Është një situatë ku profesionistët punojnë nën terror. Ta detyrosh tjetrin të duart trokaz dhe të t'jap lule, ndërkohë që ti duhet t'jesh duke u dhënë llogari se përse nuk e financuar sistemin shëndetësor, përse nuk janë mjetet, pajisjet, pse nuk janë specialistët, pse ka rënë sistemi, ti detyron që të duart trokasin dhe të presin me lule. Alkia, doktor, shpeshherë edhe mjekët vet janë në vështirësi kur kanë familjar të pacientëve përballë për t'i shpjeguar që mungon kjo pajisja, është prishur, nuk është rregulluar kjo tjetra, shpeshherë ka dhe mosbesim nga ana e familjarëve. Pra, do haracin shpeshherë paguajnë mjekët edhe nga mosfinancimi i Kemi pas qeverisë. disa raste, për shembull, para pak vitesh në spitalin e Durrësit, një mjek u rrah në mënyrë barbare, se i tha djalit pacientit që nuk kemi kateter këtu. Shko bleje në farmaci. Po, ose kjo ka ndodhur dhe në urgjencën e spitalit infektiv dhe në spitalet të tjera, sepse publiku shpeshherë e keq kupton dhe mendon se po i kërkon rishfet. Jo po i kërkon, po mendojnë këtë gjë, që janë barnat, janë pajisjet, por mjekët i marrin në xhep për veta. Mund të ketë edhe raste të tilla, nuk i përjashtojnë edhe raste të tilla. Po, por atëherë, ndoshta ka,
ndoshta ka dhe abuzohet në përgjithësi. Por çfarë të flasim kur planifikimi është i ulët, është poshtë normave, çdo të thotë që sistemi shëndetësor është i pa planifikuar, konkretisht. Po e marrë në mënyrë simbolike, në Shqipëri ka çdo vit 1000 smur me tumore. Këto nuk planifikojnë terapi për 1000 pacient, por planifikojnë për 300, për 400. Dhe kjo është vërtetuar nga përgjimet e provuarisë për mjekët në spitalin onkologjik, ku thuaj që barnat mungojnë, sepse dhe pacient kemi shumë tepër se sa që kemi barna. Domethënë, kjo është fakt kokfort. Nuk planifikohet, është një sistem mjekësor i pa planifikuar. Përveç që të flasësh për tjetrën, që i veka pakun, është i pa standardizuar. Është një sistem, do të thonë, standard do të thotë që dhimbja e barkut, po them, ose dhimbja e gjoksit, që është një dhimbje që shpeshherë është jetë kërcënuese, duhet të trajtohet një lloj si në spitalin Renald Korçës, ashtu edhe në spitalin ditor të Librazhdit, po ashtu edhe në qendrën verore të Vermoshit, fjala vjen, ose në një vend tjetër. Po, ose të tjetë më e sigurt andaj nga du të them, resortet dhe luksose. kjo arrihet duke pas një standardizim mjekësisë, është duke patur që tek pajisjet, stafin dhe pra po flasim për cilësinë e shërbimit. Këto i vjen ka pakun. Këto i vjen planifikimi, standardizimi. Ti këto të dyja nuk i ke. Që të dyja nuk i ke. Dhe kjo nuk është faji i publikut. Kjo nuk është faji i mjekëve. Kjo është faji i organit që merret me anëvisimin e shërbimit mjekësor në Shqipëri, që në këtë rast është Ministria e Shëndetësisë. Kur vjen puna për të paguar atë parkimin aty te spitali doktor, qytetarët e paguajnë, ma merr mendja edhe më shtrejt se në spitalet luksoze në vendet e Bashkimit Evropian, dhe atë mendoja në fakt para disa ditësh, dhe thoja, po, nëse këto parat për shembull tek parkingu i qendrës spitalore universitare Nën Tereza shkonin për blerje pajisjesh, a do kishte domosdoshmëri ajo thirrja ndaj qytetarëve? Se i kushton një familjarit të një pacienti, dhe unë besoj që qytetarët që më ndjekin nga ekrani janë shumë dakord, më shumë ndonjëherë të shkon parkimi i makinës se sa vetë shërbimi brenda spitalit. Është e diskutueshme se varet se çfarë shërbimi merret, domethënë, por ajo që thamë që në fillim, është një sistem mjekësor i nënfinancuar, do i financuar poshtë nevojave, nuk është i mbi financuar, që normalisht do ishte mirë për shkak që fjala vjen, nëse do bësh një llogarit për 1000 pacient me dhimbje gjoksi, mos flasim për tumoret, duhet planifikoheshin për 1002 pacient, ose për 1010 pacient, për 10 pacient tepër, që më mirë, po, jo nën planifikimi, ne kemi të nën planifikuar. Dhe që këtu e kupton rëndësinë që jepet shëndetit dhe jetës së qytetarëve. Që këtu është. Nën rëndësi, jo mbi rëndësi. Po, e nën vlerësuar. E nënfinancuar. Dhe jo më kot, në fakt, gjithë këto ditë, 10 ditë, nuk mungon asë një ditë, thuaj se të mos ketë një shqetësim specifik që ngrejnë qytetarët në protestë, doktor. Ajo lëvizja i zgjim kombëtar si ju duket, se ju e prek një thuaj se çdo ditë nga afër. Në rinin time, në vitin 90-91 kam qenë në të gjitha protestat studentore dhe qytetare që organizoheshin në Tiranë. E pas keni 2 fish për jetimin atëherë. Po, dhe pas shumë vitesh, pas 36 vitesh, unë jam në shesh, jam për krah të rinjve me të njëjtat kërkesa.
si atëherë. Do në kërkojmë një Shqipëri si gjithë Evropa, edhe sot kërkojmë një Shqipëri ku shërbimi shëndetësor të jetë si në gjithë Evropën, ku arsimi të jetë si në gjithë Evropën, ku cilësia ushqimore të jetë si në gjithë Evropën, ku çmimet të jenë si në gjithë Evropën, ku ujë e drita të jenë si në gjithë Evropën. Domethënë, dhe fakti që nuk janë këto shërbime si në gjithë Europën, nuk është faji qytetarëve që protestojnë. Do të thotë që në 36 vite Shqipëria nuk është anvisuar. Unë nuk kam, si thuash, nuk e kam vetëm me këtë qeveri që është sot. Asnjë nga ata nuk e ka vetëm me këtë qeveri, pa çka që dorëheqjen kësaj qeverie ja kërkojnë. Normal, sepse fjala vjen, nuk mund t'i kërkojmë dorëheqje, po them kryeministin njëri nga kryeministët e parë, për shembull Ylli Bufit ose Aleksandar Meksit, se to nuk janë më në as në qeverisjes dhe as në politikë aktive. Tani jemi në kushtet e flagrancës. Janë këto që po qeverisin dhe po qeverisin me arrogancë, me papërgjegjshmëri dhe pa transparencë. Dy gjëra e ndajnë qeverisjen, dy gjëra kryesore fare që ndajnë qeverisjen, është e mira apo është e keqe. Nëse ka llogaridhënie, këto s'kan. Kanë transparencë për veprimet që bëjnë, këto s'kan. Atëherë, nërsa, po të kthehesh në detaje pastaj që ai dëgjojnë zërin e qytetarëve, që prej 30 ca vitesh premtojnë ujë e drita, premtojnë shëndetësi falas, premtojnë arsim dhe akoma nuk janë zbatuar. A e dëgjojnë zërin e qytetarëve? Normalisht nuk e dëgjojnë. Jo vetëm që nuk e dëgjojnë, por i kundërvijen zërit qytetarëve, përpiqen duke ta intimidojnë. Ne kemi parë plot, kemi parë që nga kryeministri dhe ministrat që përdorin një gjuhë denigruese, fyese, përçudnuese kashi njerëzve që protestojnë aty. Ndërkohë që protesta është një drejtë legjitime, kushtetuese dhe në momentin që tjerët kërkojnë, qytetarët janë çuar dhe të kërkojnë ujin, që është elementi bazë i jetës. Të kërkojnë trajtimin njerëzor në spitale, trajtimin adekuat, trajtimin profesional në spitale, kërkojnë cilësi në arsim. Këta janë aja për një... Edhe minimumin jetik, doktor, edhe pagën, pensionet, se i kemi më të pensionet janë skandaloze, ndërkohë që... Edhe të ushqimeve dhe t'ilaçeve nga ana tjetër. Unë shkoj shpesh në Greqi, por kam qenë në Maqedoni dhe në Kosovë, në Malzi, dhe çmimet e ushqimeve janë shumë të shtrenjta. Mos themi për karburantin, po çmimet e ushqimeve. Tek ne. Janë më shtrenjtë se gjithë Ballkani. Dhe janë më shtrenjtë edhe se gjithë Evropa. Janë më shtrenjtë se në Evropë. Domethënë, nëse do të marrësh një... Por barnat, ilaçet është ndryshe? Apo jemi aty? Atëherë, në gjithë Evropën ka një sistem rimbursimi. Dhe, për shembull, po marrim Francën, atje barna që janë të rëndësishme për shëndetin e njerëzve, që janë shumë të rëndësishme, të pazëvendësueshme, rimbursohen nga 90 deri në 100%. Barna që janë më pak të rëndësishëm 70 deri në 90%, dhe barna që janë akoma pak të rëndësishëm në 70%. Domethënë, një mjekim që është jetë shpëtues dhe është i nevojshëm, i pazëvendësueshëm, rimbursohet. Dhe këtë e merr çdo qytetar evropian që është rezident, është me rregulla, është me punë, e marrin madje edhe të gjithë azilkërkuesit. Domethënë, atje është zgjidhur kjo gjë. Çmimi i barnave, është zgjidhur standardi i barnave, janë zgjidhur të gjitha. Jemi ne që jemi gjithmonë në tentativë për t'i arritur këtë standarde dhe nuk po e arrijmë dot kurrë. Në tentativë për t'i arritur në teori, ose në praktikë? Në teori, se në praktikë... Në praktikë shkojmë duke përkeqësuar gjithmonë. Për fat keq. Dhe kjo është
Të thënë, është i ndarë realiteti, të thënë gjendja që njerëzit prekin çdo ditë dhe është ndryshe propaganda. Po e marrim tek më e thjeshta, të thënë dihet që në qytetet e mëdha të Shqipërisë, Tiranë, Durrës, Vlorë e tjerë, që uji shkon me orar, shkon 2 orë, 4 orë në ditë, 1 orë varet sipas zonave. Ndërkohë që propaganda thotë që çështja e ujit është zgjidhur. Shqipëria furnizot me ujë. 24 orë? Apo mjafton 2 orë? Kryeministri ka thënë që në gjithë zonat urbane është zgjidhur, ka mbetë në zonat tjera, nën urbane për të zgjidhur. Nëse e thotë Kryeministri Allkja, nuk kemi si përgënjështrojmë, nuk jemi nga ata që thonë se 2+2 e përgjenjështrojnë ato gishtat e dorës që hapin rubinetin dhe nuk gjejnë ujë, e përgjenjështrojnë fatkeqësisht pacientët që nuk marrin shërbimin në spital, që shkojnë 1 muaj rresht tek dera onkologjikut dhe akoma nuk e marrin atë barin për cilin ka nevojë, e përgjenjështrojnë analfabetizmi që po vjen fatkeqësisht duke u rritur, e përgjenjështrojnë ato etiketat e çmimeve që ne i kemi më të shtrenjta se sa në Gjermani, dhe është fare thjesht, për shembull, nëse shkon në një market të njëjtë, për shembull Rosman Lala në Shqipëri me një market në Gjermani, çmimet janë shumë më të shtrenjta këtu. Dhe jo vetëm. Dhe jo vetëm. Emri i biznesit që përmendët juve. Dhe jo vetëm, janë më të shtrenjta. Dhe janë të shtrenjta. Dhe pse janë më të shtrenjta? Kjo kuptohet. Po s'ka monopole, konkurenca e lirë, lulëzon, kështu që patjetër që qytetarët i kanë shumë të qarta këto përsa ko vjojnë 10 ditë. Dhe këto çmime, çdo qytetar mund t'i verifikojë online, për shembull për Filan Market, sa janë çmimet këtu në Shqipëri dhe sa janë në Itali, në Gjermani, jo vetëm që ne kemi njerëzit tona ne, që kemi motra, vëllezër, fëmijë, prindër e gjithë, kështu që lëvizja e lirë, edhe sa milion do merrnim neve pas nga ai koncerti, se mund të blenim shumë nga këto pajisjet për cilat folëm deri tani. Do i sistemonim jo vetëm qendrën spitalore universitare, po edhe spitalet rajonale. Tash ne mësuar me premtime... Si nafta e Shpiragut, edhe këto 100 milionët që kthehen mbrapsht nga koncerti. Nafta e Shpiragut, edhe kjo, që normalisht ishte një premtim që s'kishte sens, sepse Shqipëria është vendi më i pasur me naftë dhe shqiptarët e blejnë naftën më shtret se sa gjithë tjerët. Nisu këtu nga kjo. Doktor, nëse do t'i bënit një skaner protestës gjithë këto ditë, çfarë shkon mirë, çfarë ka për të përmirësuar, edhe a keni pritshmërinë që do të arrijë kërkesën, krye kërkesën e saj? Ky është një bast i rëndë, por unë aty në protest shoh djemë dhe vajza, shoh burra dhe gra, shumë të vendosur që të mos bëjnë pas, që të mos tërhiqen. Normalisht nuk kanë të gjithë mundësi që t'jenë çdo natë, as unë personalisht nuk mund të shkoj çdo natë, sepse kam detyrimet të tjera, por janë... Por ai shesh gjithë këto ditë nuk ka mbetur bosh. Dhe në atë shesh janë njerëz të cilët nuk është janë njerëz të papunë, nuk është janë njerëz të paushqyer. Janë shqiptarë nuk që janë... Nuk financohen as nga 4 milion nga qeveria, ose nga një qeveri tjetër. Janë njerëz që kanë një të ardhme, që mund të ndërtojnë të ardhmen e tyre dhe jashtë vendit. Janë njerëz që e kanë parë ashiqare që mbreti Andersenit është lakuriq dhe duan, sepse e meritojnë ata dhe gjithë ne e meritojmë një Shqipëri më të mirë. Për vetë ne, për prindit tanë që i kemi në moshë të kaluar dhe
për brezin e ri që po rritet, që mos të vuajnë të njëjtat gjëra që kemi vuajtur ne me qeverisje delengjish, e quaj unë. Ai grup kapitulli i shëndetësisë si do jetë, doktor? Unë e quaj të rëndësishme që Shqipëria të antarësohet në Evropë, sepse kjo është një benefit për popullin. Nuk është për pushtetarët tanë janë... Kanë mundësit për të kuluar jashtë vendit ku të duan, sa herë të duan. Dhe kurohen me parat tona, të cilat i marrin në dorë dhe mbi dorë. Them në dorë nga korrupsioni dhe them mbi dorë sepse e kanë lejen me pash që të fusin duar direkt të nxirren vendime nga qeveria që filani të trajtohen me falas në jashtë shtetit. Dhe prandaj në poshtë ekranit kemi shkruar, doktor, unë huazova nga qëndrimet tuaja në rrjetet sociale, luksi i pushtetit paguhet me shëndetin edhe jo rrallëherë edhe me jetën e qytetarëve. Po pikërisht, sepse ne kemi parë vendime qeverie, që për mua janë vendime turpi, që dalin për ministra, zëvendës ministra që të trajtohen jashtë shtetit. Kur normalisht këto duhet trajtohen do mos këtu. Ndërkohë që sepse ky është sistemi që ka ngrit vetë ato. Dhe nëse do të thotë që... Tani, të ishte Rama këtu, do t'ju thoshte juve, unë operacionin tim e bëra në spital publik dhe nuk i ka jashtë vendi. Po, por kemi raste tjera që nuk dua t'i bëj publike, po publiku i njeh që janë trajtuar me vendim qeverie jashtë shtetit dhe kanë qenë pikërisht njerëz që janë qenë në pushtet në anëvisimin e sistemit shëndetësor dhe janë kuruar jashtë shtetit me vendime qeverie. Ndërkohë që po të kishin punuar mirë këto zëvendës ministra, çfarë kanë qenë, nuk do kishin nevojë të shkojnë jashtë shtetit, sepse do trajtoheshin në spitalet e menaxhuara, e mirë anvisuara nga vetë ato. Doktor, unë referohem një nisme që së fundmi i ka marrë gjitha firmat dhe mendoj se është edhe depozituar në Kuvendin e Shqipërisë, për dhjetra sëmundje të deklaruara zyrtarisht nga Ministria e Shëndetësisë që nuk kurohen fare në Shqipëri. Do kthehesha tek provokimi juaj për kryeministrin. Me sa di unë, kryeministri është operuar nga një apandesit, i cili bëhet në një spital fundor në Shqipëri, në një spital ditor. Dhe ai ka bërë nga mjekët më profesionistët në Shqipëri. Po, e vërtet. E ka bërë nga elita e kirurgëve dhe nuk mund të flasim këtu për një apandesit. Apandesitektomia kryet në çdo spital të Shqipërisë. Dhe është një procedurë e sigurt kudo që të bëhet. Flasim për procedura të vështira, të ndërlikuara, të një shkallë vështirësie të lartë, të cilët fatkeqësisht nuk kryen. Dhe pacientët ose vetë këto pushtetarët pacient trajtohen jashtë me vendime qeverie. Doktor, për të mos e harruar edhe atë pyetjen që u bëra pak më parë, që ka një nismë shumë të mirë në fakt qytetare, kryesisht për sëmundje të fëmijëve që nuk kurohen dot në Shqipëri dhe pas ka një listë nga vetë Ministria e Shëndetësisë ku deklarohet pa mundësia e marrjes së këtyre shërbimeve caktuara për diagnoza dhe sëmundje të caktuara që nuk merren dot fare në spitalet tona publike. Si mund të ndodhë kjo? Pra, i lan duart Ministria dhe qeveria thjesht duke listuar emrat e sëmundjeve që nuk kurohen këtu, kaq. Kthehemi ke fillimi bisedës në studio, që propagandohet një mjekësi me standarde njësoj si në Angli, si në Francë dhe në Gjermani, dhe ndërkohë kemi një sistem shëndetësor anemik të nënfinancuar me shumë probleme. Dhe nuk duhet hiqet dorë që nuk mund të fajsohen mjekët, infermierët, sanitarët për këtë nivel shërbimi. Shërbimi shëndetësor ka nevojë të financohet
do të thotë që duhet bler pajisje, duhet bler jo një, po disa peckan, të cilët mund të ishin bler shkëlqyer të gjitha këto halle, mund të ishin zgjidhur me parat e njërit nga inceneratoret që nuk ekziston. Do në janë harxuar para për asgjë, thjesht janë vjedhur. Janë vjedhur. Është si me atë proverbën që dikush abuzonte me 10% të autostradës dhe këto tonët abuzojnë 100% me vlerën. Nuk e bëjnë fare dhe vjedhin para. Dhe kishin premtuar që do vjedhnin me lezet, kjo është lapsus që rezultoi. Lapsus, ishte... Lapsus... Do të thonë, hyke premtimet e pambajtura, nuk vodhon dot me lezet, vodhon harbutëshe. Si që din vjedhin. Vjedhja s'është asnjëherë e lezetshme, do të thonë, gjithmonë është e shëmtuar dhe për këtë bjen dakord gjithë. Ashtu si vjedhësit nuk mund t'jenë ndryshe ato që janë të majtë, ndryshe të djathtë, të gjithë janë vjedhës të shëmtuar. Kushdo që vjedh. Dhe në fakt shëndetësia në vend ka lënguar për 35-36 vite me radhë, s'ka qenë asnjëherë në lartësinë e duhur që të shkonte në dobi të shëndetit e jetës. Kjo është e vërteta. Së qytetarëve, kjo është një vërtet e trishtueshme. Kjo është një vërtet e trishtueshme. Nuk duhet bërë kompromis asnjëherë me ato që mbajnë syza partie e deformojnë dhe ato që kanë vujtur në shtëpinë e dinë. Dhe këtë mrekulli ka bërë ajo protestë që s'ka më syze partie, aty ke vetëm syze kuqezi me sa shofu. Aty janë ato që duan Shqipërinë. Më shumë se partinë, se natyrisht është e drejta e gjithë secilit prej tyre të ketë përkatësi edhe partijake, ideologjike e tjerë, por prevalon flamuri kuqezi. E vërtet. E vërtet është. Doktor, ju falenderoj që jeni atje, që jeni në institucionet shëndetësore, që ishit edhe me ne këtu në studio. Falenderit për konsideratën, ishte kënaqësi dhe është gjithmonë kënaqësi që të jem në një televizion si juaj ku flitet lirshëm, pa censur për hallet e vërteta të shqiptarëve. Faleminderit. Nuk mundëm do t'i preknim në 45 minuta të gjitha hallet dhe problemet e shëndetësisë, po besoj se e keni kuptuar që ajo çfarë nuk shkon më së shumti është nënvlerësimi që i bëhet shëndetit dhe jetës qytetarëve. Ne ju falenderojmë për vëmendje.